Kryeministri Edi Rama i ktheu përgjigje ironike akuzave të opozitës për situatën e përmbytjeve, veçanërisht në Durrës, duke e krahasuar Shqipërinë me gjendjen e krijuar me vendet fqinje, që po ashtu po vuajnë pasojat e të njëjtit fenomen. Kreu i qeverisë në një reagim thotë se nuk e kupton pse nuk e fajsojnë akoma atë, qeverinë dhe bashkinë e Durrësit edhe për situatat e krijuara në Itali, Greqi e vende të tjera. Nuk po e kuptoj pse nuk po më fajsojnë mua, qeverinë dhe bashkinë e Durrësit, për rreshet mbytëse të këtyre ditëve në Itali, Greqi, Maltezi, Kroaci e me radhë. Çudi e madhe e opozita ta ndej, po të paktën të fajsojnë qeveritë e tyre, po hiç, asnjë llaf. Me një tjetër postim, kryeministri thotë se të gjitha strukturat qendrore e lokale janë në gatishmëri 24 orë për të përballur me pasojat e krijuara nga vërshimet. Kreu i qeverisë thekson masat, por edhe këshillat për qytetarët. Në gatishmëri kudo, pa ndërprerje 24 orë në terrenet e vështirësuara, është rritur intensiteti i rreshjeve të shiut në juglindje të vendit, ndërsa në orët e para të mëngjesit, shiu ka pushuar në veri. Më tej kreu i qeverisë ndau këto pamje nga shkozeti i Durrësit, ku duket problematika e krijuar nga grumbullimi i mbetjeve plastike në kanalet kulluese. Sigurisht që kur i hedhim plerat e shishe plastike në përfushe në anët e rrugëve të Adheut, që e duan vetëm në stadium, vjen një ditë që shiu me gjyma, që i mbledh nga janë nga asjan dhe i dynd në det. Por kur pastaj shiu është aq i furishëm sa ky i fundit, atëherë nuk e arrin dot detin si zakonisht, sepse gryka e kanalit taposet krejt, duke përmbytur dynjan. Kryeministri vijoi postimet për situatën e përmbytjeve duke publikuar një përmbledhje pamjesh nga forcat e policisë të angazhuara në ndihmë të qytetarëve dhe menaxhimin e qarkullimit të mjeteve në rrugët e vendit.